siç po e potencohet tërkohën nga lëvizja vendosje dhe nga Partia Guxo, pra nga i moment është kriju një standard i ri që lista sërbe nuk do të ketë mundësi të ketë hise dhe të ketë ndikim në ndërtimin e institucioneve të Kosovës. Asnjëherë s'ke përmend për populizëm. Ti shtrova si pyetje një rikujtim. Tjetër sen, pse na punojmë dhe jetojmë pikë zanat dhe përcjellim se cilën aktivitet. Pse nuk i ke përdorur? Se zakonisht njerëzit i përdorin. Një lizë me votu, të në kohë, mbojnë vedo, lidhin e këmbojnë. Pak njerëz, se na si shosnjë kemi pak mbamendjen shumë ngushtë, ke qenë dy momente të caktume, cilat janë shumë jetike sot. Nuk e di, ndoshta e kam si edukat familjare, historikisht këtë punë. Këto ditë kam kuptu, për shembull, daja jem në Gjermani ka qenë një adhetar i cili ka qenë i përndjekun edhe në vitet e 10-ta dhe ka shku në Gjermani, tek pasi ka vdek do me thonë vitet e fundit, kur kemi shku në banesën e tij, kemi pa që kishte qenë banesa e tij shtab në kohën e luftës, edhe kishte qenë njëri ndër bashkëpunëtorët e Adem Demaçit, dhe të gjitha ato dokumentet të klasifikume që kemi gjetë, fotografitë të tij dhe gjithë puna që ishte bërë ne si familje, ndoshta dikush ka ditë për familjes, por nuk e kemi ditë. Do me thonë, tek pasi ka vdek, unë e kam kuptu që ai ka qenë i kyçur drejt për drejt. Edhe shumë të tjerë, kështu që nuk ndoshta është edhe pjesë e edukatës familjare, nuk e di. Po du më nalë të çështja pikërisht e ligjit sigurimit shëndetësor, si dikush i vjen gjithë bagazhi yj akademik është shëndetësia. Po flasim për një ligj hala që nuk i kemi të qartë çka po ndodh tek përbën. Kemi pas qëndrime të opozitës që bëu ad hoc. Zatën e dim shubos, po du më marr pozicion, më shpeshtroj si pyetje, cili ka mesin angazhimi edhe apo maksimalja. Un kam hyrë në politik duke besuar që do të jap kontribut të jashtëzakonshëm në shëndetësi dhe në arsim, sepse aty kam eksperiencën më të madhe, aty kam pa në molekula problemet, në qeliz problemet, dhe që nga atëherë kam fillu me insistimin tim që të funksionalizojmë sistemin informativ shëndetësor. Kam pa gjithat mos mundësi ose mos dëshirë e vullnet për të punuar në atë drejtim. Pastaj, derisa ti nuk arrin me funksionalizu sistemin informativ shëndetësor, nuk mundesh me pas as sigurime shëndetësore. Dhe tek tani, do me thënë, në këto vitet e fundit, kemi arrit në fakt në ditët e fundit të mandatit të fundit të qeverisë Kurti 2, ne e kemi kalu atë ligjë dhe sërish ndodhi që unë t'isha vota e gjatë e njët për ta kalu. Unë tani në këto zotimet të reja... Ashtë adekuate, ky ligjë, Albin? është punuar shumë, është adekuat, normalisht gjithmonë ka nevojë për plotësim ndryshime, mirë po baza dhe themeli është i duhuri. Mu më vjen keq që disa marrëveshje dhe buxheti nuk kaloj, sepse aty do të kishim pas mundësi edhe ta rregullonim edhe sistemin informativ shëndetësor. Opozita po do të çka antikushtetues kalimi i buxhetit? Nuk ka qenë, edhe Presidenti i Republikës Kosovës e spjegoi, arsyetoi shumë mirë pjesën e buxhetit, pjesën e marrëveshjeve ndërkombëtare. Mu më vjen shumë keq sidomos për pjesën e asaj të fondeve të Bashkimit Evropian, pakos për zgjerimin e Bashkimit Evropian, kanë qenë dikon 900 milion euro që i ka përfitu Kosova dhe me thënë drejtën, si në kohën e pandemisë kur kemi që vendin zgjedhje, si në këtë kohë kur nuk po votojmë marrëveshjet ndërkombëtare dhe ndihmat që po na vinë nga Bashkimi Evropian, është pak paradoksale se si na shef bota e gjerë në këto situata, në këto raste. Është diçka me të vërtetë turpshme për interesa të ngushta, për çështje që ndërlidhen me njerëz, individ të pësoj Kosova. Akuza kryesore opozitës Sybeanin për mision zgjedhje jeni fajtor ju, gjithë partnerët e koalicionit. Tu nis vendosja Guxo alternativa, se ka qenë kalkulimi i thjeshtë pasi nuk kena arrit mi marr 50%. A ka qenë strategji politike juja? Nuk është, sepse ata diçka nuk e kanë kuptuar kësaj herë, nuk kanë dashur me e pranu. Nuk kanë dashur me e pranu që koalicioni ynë ka qenë fitues dhe nuk kanë dashur në asnjë moment me bashkëpunu në bazë të përqindjes së votës dhe besimit qytetar që kanë marrë nga qytetari. Ju thatë me votën time e kum largu dhe kum dartu standard 3 për srpskalistën. Pse menoni që nuk është bosë? Si ka qenë standardi negocimit? Sepse është dashur deputetët me integritet, me dignitet, me dal edhe me e shty për para, sepse mos me leju me u bë gjitha ato lojra politike më pastaj që ka ndodhur. Ju e dini që pengimi edhe bllokimi ka qenë që në fillim. Në çdo gjë ka qenë jo. Në çdo gjë, sidomos Lidhja Demokratike e Kosovës, ka qenë komplet kundër. Dhe unë kam besu, sidomos nga disa deputet të cilët kam mendu dhe mendoj që mund të kenë vizion dhe reflektim, kam mendu që do dalin dhe do ta përkrajnë të paktën
zgjedhjen e krye parlamentarës. Kam besu edhe jam... Ka pas fjallë se është tërmenë që po bon oferta, po ju boni oferta, po korruptoni, po... Unë kam besu që s'do të kishin pas nevojë as me marrë oferta. Pse duhet me marrë ofertë për me ndihmu shtetin me ecë përpara? Kishe me vepru njëjtë, nëse kishim qenë pranë partinë e njëjtë, nëse kishte darë zoni Aziu, se ke vepru. Nëse i zhvarë për votës time, asnjëherë nuk do kisha leju që shteti për të katërtën herë brenda 10 muajve me shkon zgjedhje. Absolutisht asnjëherë. Kjo është paradoksale, kjo është infantilitet politik, çka ka ndodhur dhe mbi të gjitha kjo është e keqe e vetvetes. Sepse e thash edhe njerë se si po reflektojmë edhe po shihemi edhe nga... Albin, për erën e katër në zgjedhje, për boni prafajtor opozitën? Qytetari i Republikës Kosovës do ta dëshmoj atë me ndëshkimin që do t'i jap në zgjedhjen me 28 dhjetor se kush kanë qenë fajtorët edhe kush kanë qenë bllokuesit. 40% i patët. 40% nëse arrit me bë Severin është pak po ju e dini që në shumë shtete tjera demokratike, më të afër me kemi në Gjermaninë, që e bën koalicionet dhe partitë... Së bëni kulturë tjetër politika, një po vlasëm për Ballkan. Po ne mendojmë që jemi shumë demokratik, sepse zgjedhjet për shembull fushata zgjedhore, zgjedhjet sidomos, i bëjmë në mënyrën shumë demokratike. Dhe për shumë gjana jemi edhe shembull. Për shembull, mu më bie shumë shpesh të kem takime